vite, po i kërkoni dhe ju. Më në fund po e kërkoni që duhet patjetër të luftojmë korrupsionin, të heqim ato që abuzojnë me pushtetin, të heqim ato që vjedhin. Jam shumë dakord me ju, zonja Spiropali. I bashkojmë betejës tuaj duke qenë se më në fund e kuptuat kush është e keqja e këtij vendi. E keqja e këtij vendi fatkeqësisht kanë qenë ato ligjet me porosi që kur ke qenë kryetare e kuvendit i ke futur në kalendar. Ato ligjet me porosi për cilat sot i kërkon Komisioni Evropian e Bashkimi Evropian. Kam qenë njëkohësisht kundër edhe reformës zgjedhore të miratuar në këtë parlament. Ju si votuat? Hapim listat për hapim listat, dil dhe kandido dhe i hapim listat. Por të bijem të gjithë dakord që e keqja e këtij vendi është Partia Socialiste. Të bijem të gjithë dakord që sot majoranca i ka shkaktuar vendit dëmin më të madh. Të bijem gjithë dakord që sot jemi në një ngërç prej abuzimit me pushtetin. I bashkohemi betejës tuaj sepse më në fund e keni kuptuar që ky parlament nuk përfaqëson qytetarët. Për procedurë, zonja Spiropali dhe zoti Berisha, me radhë. Nuk ishte për procedurë. Ishte për replikë, zoti Leska, ju lutem, tani ju lutem. Ju lutem, ka radhë, ka dhe balancë ndërmjet grupeve. Ju lutem, mos ndryni, prisni do t'ju vi radha. Të gjitha këto janë thënë edhe janë stërthënë. Dhe ajo që duhet thuhet tani, dhe nuk do ta personalizoj, po të them, nuk janë ligjet problemi. Nuk janë mënyra se si ne interpretojmë sistemin, por është mungesa e guximit problemi kryesor i cili sjell edhe pasojat tjera. Mungesa e guximit civil, mungesa e guximit politik, integriteti për të qëndruar atëherë kur mendon se gjërat duhet ndryshoj, dhe jo sepse je në opozitë dhe duhet patjetër të nxish kundërshtarin me çdo kusht dhe me çdo çmim, por sepse ke guximin së pari të bësh analizën e shtëpisë ku je. Dhe unë besoj që ne nuk duhet të analizojmë protestuesit, as duhet i linçojmë, as duhet merremi me ta, as duhet i akuzojmë. Përkundrazi, ne analizën nuk duhet ta nisim nga kundërshtari, por duhet ta nisim nga vetja. Dhe sërish po e pyes, e ka guximin Sali Berisha ta ndryshoj sistemin elektoral që e mban atë në kryet një partie që e ka frikë dhe asgjë tjetër. E ka guximin deputetët e rinj për të cilët kam respekt disa prej tyre ti thonë boll ma, se nuk është ko bajlozësh, se ka 35 vjetë që lozin bajlozin, unë dhe askush, dhe mbajnë peng partit politike, e kanë guximin apo jo që të çlirohen nga bajlozi, po apo jo, dhe a i vetë, a i ka aq sens, sepse Shqipëria i ka dhënë gjithë shka, e ka bërë kryeministër, e ka bërë president, e ka vënë në krye të vendit, a ka i guximin thot, koha ime ka mbaruar dhe nuk ka më nevojë për heronj, por ka nevojë për njerëz normal që drejtojnë këtë vend. Dhe për ca të tjerë që kanë guximin të thonë boll. Kaq, e ke apo se ke guximin flamur, se këtu bën trimin foltore, e ke guximin të kuptosh kur koha ka ndryshuar. Koha ka ndryshuar dhe nuk fal askënd. Zoti Berisha, për procedurë. Procedurë. Edhe replikë, po. Jo, do të dali aty.